Ky është impjanti trajtimit të ujrave të ndotura për Bashkinë e Tiranës, për të cilin qeveria shqiptare ka shpenzuar rreth 100 milion euro. Që në maj të vitit 2018, punimet janë ndërprerë dhe asnjë institucion nuk mund të japë një përgjigje të qartë se cili do të jetë fati i këtij investimi. Sipas Bashkisë së Tiranës, trajtimi i ujrave të ndotura bëhet në pjesët fundore të sistemit të kanalizimeve në qytet. Në një përgjigje zyrtare, Bashkia e Tiranës sqaroi përshtek se përpunimi i ujrave të ndotura bëhet nëpërmjet 3 llojeve të ndryshme të dekantuesve, por që sërish duhej të përfundonin në impjantin e Kasharit, i cili ende nuk ekziston. Dokumentet tregojnë se institucionet shqiptare u përfshin në konflikt me kompaninë që u përzgjodh për ndërtimin e impjantit të ujrave të ndotura të Tiranës në vitin 2014, çka u pasua me ndërprerjen e një anshme të kontratës në maj të vitit 2018. Aktualisht, ky investim nuk është asgjë veç se një ngrehin ndërtimi e rrethuar nga ferrat dhe ujrat e ndotur. Ekspertët e mjedisit shprehen se përzierja e ujrave të ndotur me ato larës shkaktojnë dëme të mëdha në mjedis dhe shëndetin e njeriut. Impjanti i trajtimit të ujrave të përdorur të qytetit të Tiranës nuk është vënë në funksion. Nuk i mbledh ujrat dhe të bëj trajtimin siç duhet, pra nuk ekziston fare. Pelgu i ishmit i vuan. Pra gjithë ta lumejnë në fund fare gumbullohen në ishëm dhe aty derdhen det të pa trajtuara. Po lana është më emblematiku, po themi, se është me të vërtet një kolektor i madh ujrash të përdorur. Derdhja e ujrave komunal apo ujrave të përdorur në trupat ujor natyror shkakton një rritje të ngarkesës me lëndë organike, po edhe me ndotës të tjerë kimik, kryesisht që gjenerohen nga përdorimi i ujrave në mjediset shtëpiake apo edhe në sektor të tjerë të ekonomisë, siç është për shembull përpunimi i ushqimeve ose produkteve blegtorale, të cilët kur derdhen të patrajtuar në trupat ujor siç janë lumejt, po edhe liçenet, shkaktojnë një rritje të ndotjeve në këto trupa ujor.